Ka problemet e veta që nuk janë zbardhur akoma, nuk janë zbardhur. Ne kemi probleme historisë e Shqipërisë. Nuk dua të pengoj për të penguar, por duhet të them këtë. Ne kemi probleme historisë e Shqipërisë. Historia e Shqipërisë është të ndryshe dhe është ndryshe. Ekziston një komplot kundër shqiptarëve që ka 1000 vjet që zhvillohet. Por ne kthehemi mbrapa në kohë. Nga cilët? Nga cilët? Janë grupe të tëra. Nuk është një grup. Shqiptarë nuk i rrëzojë dot në një grup. Prandaj edhe ke numri 9 që thot ai Gjegje Lezalia 9 muaj, 9 vjetë në është numri shqiptarëve 9. Dhe kjo është arsyeja që Nostradamusi diku thot në librin e vet thot që nëse shqiptarët thot dhe gjuha e tyre që është shkruar për herë të parë historia humane rezistojnë deri në vitin 2000. Ata do ta shkruajnë edhe një herë këtë botë, siç din ata. Tash çka ka pas në mend Nostradamus unë nuk e di. Po kjo është shkruar zezmi të bardhë. Ato kanë lidhje logjike. Në qoftë se gënjejnë fjalët, numrat nuk gënjejnë. Thonë që Zoti ka folur me numra. Mbi shqiptarët është një konspiracion shumë i madh. Ky më ka dhënë një libër enciklopedia. Midis tyre ka faqja 15 gjithë Shqipërinë, Albania. Që është nën influencën konspirative të pjesës tjetër të botës. Unë është një nga 13 familjet e mëdha. Lutaj Komisionit të Senatit për mbrojtje. Siguroj nga gjitha lidhjet që kam pas me të. Më ka thënë Max, ki kujdes se unë e njoh Shqipërinë më mirë se sa mendon ti. Joe Biden. Pra, Biden është mason. Të gjithë njerëzit që janë marrë me çështën shqiptare, duke filluar nga Shakespeare, Redi Lir çfarë? Redi Lir e përmend. Po ke Hamleti. Edhe i Lir. Nuk shtjen në Hamletin në Danimark. Nga Shqipëria. Ka zonë antigravitacional. E dyta, orakulli do Donës. Magnetomul. Vjet përpara, përfshirjet e Donës janë pikërisht ata përfshirje që bashkonin gjallin me të vdekur në flisin, që është çmendurita ta imagjinosh sot. Po këtë punë me këtë metodë më përdorte me Nostradamus. Atëherë, aty kanë gjetur libra tepër të shenjtë. Nuk e di, ke shtjella ripashtë në një vend tepër të shenjtë me një grup madh librash. Dhe i kanë marrë me vete. Dhe ju është dashur në fill mas luftës së dytë botërore që ti kërkoni ti përktheni librat. Se nuk e dini kuptimin se gjuha shumë e vjetër. Dhe kanë gjetur një shqiptar nga Gjeno, që njeh shqipin akaike dhe Rusia ka sot. Kjo është ajo që quhet sekret zotëri.